Nuk më duk diçka e çuditshme, vetëm nuk më pëlqej se prap e përsëriti njëjtin gabim gjykata kushtetuese, ashtu s'është gabim, sepse kështu ja lejon kushtetuta, por çka ndodh mas 12 ditëve? Çka ndodhi edhe atëherë mas 30 ditëve? Nuk na tregoi një rrugë se çka duhet të ndodh. Megjithatë, nuk duhet të harrojmë kushtrim që kanë filluar të rritën gjithnjë më shumë thirrjet e partive politike që janë të gatshme që të zgjejnë këtë rrugën tjetër, pra të futjes në zgjedhje të parakohshme apo të jashtëzakonshme siç quhen. LDK-ja njëri eksponent. Kam një pyetje, i dhatë veto listës serbe apo jo gjykata me nën kryetar? Sepse interpretimi i disave, i Arber Rexhait pas pak do ta dëgjojmë Arbin. Kushtetues shumë veç duhet më kumë përfaqësues serb, nuk shkruan partia më e madhe që është e përfaqësuar nga përfaqësuesit serb. Unë s'e kuptoj ç'ashtu. Unë aty këtu që prapë është këshyra më falni, kushtetutë Kosovës serb po thotë. Rregulloja e kuvendit. Rregulloja e përcakton.